A do të pranoje për fëmijën tënd partnerin me kom që të huaj? Ke pranu? Mos e shtro pyetje se ku pranoj. A ka qenë e vështirë për ty? Absolut jo, rejnë e komune, pse fëmija mi, unë jetoj prej 92 në Norvegji, dhe fëmijët e mi janë rritë këto, janë lindë, dhe kështu që i madhe nëse me shqiptarë, është i martu i dyti me norvegjeze, edhe të dytë janë shtëpia veta, jetojnë të lumtur, kanë harmoni mes vete, edhe për mu ka qenë shumë dakord zgjedhja e tyne. Unë jam shumë e lumtur që jam bo gjyshe me 2 djemt të martum, njëri me një nip, me djali i madh ka një djalë, i dyti ka një vajzë, kështu që unë jam gjyshe me një nip e një mbes, shumë e lumtur. Gëzohem shumë për ty. Faleminderit. Komplimente për emisionin, sinqerisht na kënaqt të trijat bukuroshe. Shumë faleminderit.